Çka i mungon diplomacisë kosovare për që të jetë, domethënë, më e dëgjueshme në Washington? Për të dëgjuar fort në Washington. Me qenë qeveri, me diplomaci, me pas një diplomaci interaktive dhe me përcjell trendin e përgjithshëm botror. Domethënë, unë vazhdimisht kur po jam nëpër media po flas, Kosova po harron se nuk është në vëmendjen e krejt botës. Kosova nuk është boshti i botës, nuk sillet bota rreth Kosovës. Politikat ndryshojnë, nëse nuk ndryshojnë ato mrena një mandati qeverisës, për shembull në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ato mund të ndryshojnë për një dekadë, për 2-3 dekada mund të ndryshojnë. Kosova sot është në dekadën e tretë pas luftës dhe ne ende jemi pa ulse në OKB, nuk jemi antar të BE-s, nuk jemi antar të NATO-s. Domethënë jemi shumë rropa dhe jemi në vend numërim. Politikat ndryshojnë dhe ne duhet jemi syqel dhe të pranojmë të ecëm me kohën. Për shembull, e kemi shtetin Mbretërinë Suedeze, një shtet antari NATO, shtet antari BE-s, por nuk ka qenë në NATO. Suedia ka mbi 200 vite si shtet neutral, nuk ka marrë pjesë as luftën e parë botërore, nuk ka marrë pjesë as luftën në luftën e dytë botërore. Ka mbajtur një falloj neutraliteti dhe vazhdimisht është lavdëruar për trashëgiminë e saj paqësore në botë, neutralitetin e saj. Por momentin kur u sulmua Ukraina nga Rusia, më njëherë aplikoi për me qenë antare në NATO se e pa kërcënimin e saj, cila kufizohet në veri me Rusi. Domethënë sakrifikoj me ato të cilën deri tani janë lavdruar, e kanë pasur diçka shumë pozitive si imazh pozitiv, po ata u detyruan ta sakrifikojnë atë neutralitetin mbi 200 vjeçar dhe kërkuan që të jenë pjesë e NATO-s. Domethënë ndryshuan politikat dhe ti duhesh me qenë një anë dhe ti duhesh me ditë çka me bë, duhesh me ditë momentumet unë mendoj që diplomacia kosovare ka humb disa momentume në këtë rast me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një prej gabimeve të cilat e kanë vrejt vazhdimisht ka qenë mbajtja anë e politikës kosovare, madje edhe të Shqipërisë e ndoshta edhe këtu të Maqedonisë, për kandidatët prezidentë në SBA, që është gabim trashanik, nuk ka guxuar me ndodh. Çka po përzihesh? Po, domethënë kanë marrë pjesë në konventat kombëtare të tyre dhe edhe në këto zgjedhje kemi pas kryeministrin Kurti në konventin e demokratëve që ka marrë pjesë, që ka qenë gabim, se tek fundi ato janë zgjedhje brenda një shteti, se s'ka nevojë të mjamojt në asnjë parti as. Po edhe nuk çon pesh. Tek fundi rasti i Kosovës, si në kohën e presidentit Clinton, intervenimi i NATO, si në kohën e pavarësisë Kosovës, në kohën e George Bushit, gjithherë s'ka pas rëndësi cila parti politike vjen. Në fund të fundit, nëse qeveria e Kosovës nuk e ka dashur Trumpin si president dhe ka lobuar ose ka dëshiruar që të vjen në pushtet, që të vjen atëherë herën e parë Hillary Clinton dhe dështoi, atëherë eksperienca e keqe e qeverisë me atë administrat, kur erdhi Biden në pushtet, tash i kemi 4 vite të Biden në pushtet në shtëpinë e bardhë. Çka boni qeveria e Kosovës, çka përfitoi Kosova prej kësaj administrate, kur ti shkon prap edhe në konventin kombëtar të demokratëve, edhe për me fitu demokratët se është më mirë për Kosovën. Po ti që 4 vjet ke në qeveri, edhe në qeveri e patë një president të Amerikës, i cili ka vizitu Kosovën, e ka njoft Kosovën edhe duke qenë si zëvendës president i Obamës, e ka njoft Kosovën shumë mirë. Një rrugë në Kosovë ka emrin e djalit tij i cili ka vdekur, e që më herët ka shërbyer në Kosovë, ka qenë më i lidhur emocionalisht me Kosovën dhe ti s'ke mujt me kapitalizu, s'ke mujt me materializu këtë raport me atë president. Tash, çfarë rëndësie ka nëse kishte me ardhur presidente Kamala Harris për shembull e jo Trumpi? Kur farë rëndësie s'ka? Domethënë problemi nuk është te Washingtoni ose te Brukseli. Problemi është te ne duhet me vazhdu që politika e Brukselit, e Washingtonit, me dëshiru me bashkëpunu me neve. Ne duhet me ndryshu qasjen tonë të qeverisjes dhe mos me prit shtetet të ndryshojnë. Tek e fundi që thamë ato në fillim të Churchillit, janë interesat. Ti duhesh me tregu çka prodhon sot Kosova, çka prodhojnë shtetet e rajonit. Shikoj të gjitha shtetet, si në Maqedoni, si në Shqipëri, madje edhe në Malë të Zi, një shtet shumë më i vogël se Kosova, megjithatë ka prodhime të ndryshme që eksportojnë. Kosova çka prodhon? Sot ti ke në Serbi mbi 700 prodhime gjermane, 700 prodhime gjermane që prodhohen në Serbi sot.
Dhe tash ne me kërku prej Scholzit mos bë me Serbi marrëveshje, mos bë biznes me Serbi, sepse ata kanë qenë kështu, kanë bërë gjenocid te ne. Kjo në diplomaci nuk pin ujë, sepse pikërisht këtu shtete janë të cilat e kanë bombardu dje Serbin për me na shpëtu neve nga spastrimi etnik. Dhe ne sot atë simpatin që e kemi pas për këtyre shteteve, sot ne nuk e kemi. Pse nuk e kemi? Sepse nuk kemi interesant për ato. Ne nuk kemi infrastrukturë ligjore të mirë për biznes, ne nuk kemi presim investimet e huaja, ne i friksojmë investitorët e huaj. Kosova është në disa raste është në arbitrazh, vazhdimisht kompanitë e mëdha të cilat dëshirojnë të investojnë, mos pari marrin raportet prej bankës botërore, prej Fondit Monetar Ndërkombëtar, prej arbitrazhit shohin kur ata shohin se filon kompania e madhe dhe kjo tjetra kanë përfunduar në arbitrazh sepse gjykatat në Kosovë nuk janë funksionale, ato i mshojnë vi Kosovës dhe thonë nuk investojnë në atë shtet ku ai shtet nuk ka sistem gjyqësor që neve na e mbron investimin ton dhe na duhet me përfundu në arbitrazh me prit ka 4-5 vjet për me marr fitimin ton. Ndërsa ato vinë në Maqedoni, shkojnë në Shqipëri, shkojnë në Serbi, në Bosnjë, në Malzi, dhe kështu që për Ballkani Perëndimor po mbesim një vrim e zezë, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin politik. E qartë, fatkeqësisht ashtu është.